Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për të gjithë ju që po shikoni videot e mia për herë të parë, unë jam Wenxhi dhe ky është Stefan ose Stefan në shqip. Sot është një ditë shumë e veçantë për ne, prindrit që do bëhemi prindër, sepse do shkojmë për herë të parë fare në një dyqan bebesh. Duam që të shikojmë një herë se nuk kemi asnjë lloj ideje për çmimet, për gjërat që na duhen, karrocat, krevatet, nuk ja kemi iden fare. Domethënë jemi shumë kod. Jemi shumë pa experience. Dhe shpresoj që në fund të ditës mos të jemi kështu të surprizuar. Çfarë? 2000 euro? Çfarë? 1000 euro? Sepse bebin e bërëm, po shojmë sa do jetë deri në fund. Kështu që dyqani quhet, ja, s'kam nevojë ta them emrin se nuk është video e sponsorizuar apo jo. Është Baby One. Baby One, nuk ka nevojë për sponsorizimin tim. Baby One, kur ti dëgjon, bëjmë një advertisement shumë të mirë. Po, kështu që të lutem shumë, herës tjetër na jep ca gjëra falas. Zemër, nëse regjistrohesh te Baby One në website, unë lexova, ata të sjellin një paketë të vogël me gjërat esenciale për fëmijën, si një biberon, disa kremra, kështu që do ta bëjmë, pse jo. Kështu, do shkojmë aty, do t'ju tregojmë çfarë do shikojmë. Nuk besoj se sot blejmë gjë, apo jo. Sot nuk mendoj ne blejmë diçka. Nuk i diet. Nuk i diet. Nuk është plan deri tani. Po kështu është, filloi dita jonë, mbase do t'ju marr me vete tërë ditën dhe do t'ju tregoj si do e kalojmë. Jemi bashkë sot tërë ditën e ditës, kështu që do më durosh. Shikoni sa shumë për karroce ose fiksime kam një kështu që rrotullohet, po besoj do jetë shtrenjtë. Abigail da zema. Nëse shmish garnisht puken edhe. Ku janë çmimet? Shikoni këto ulësit, kur bebi të rritet pak, edhe ta marrim me veten në bicikletë, apo nuk ngasim bicikleta ne domethënë. Ose këtu, për shembull, ke dy, deri në 2 fëmijë ul këtu, edhe ngec me bicikletë. Sa cute. Njerëzit në Gjermani i përdorin për qen. So nice. Okej, shkojmë te karrocat. Kama berin fare. Çfarë të pëlqen te kjo karroca? Emblem fona. Wow, e po duhet ta marrim këtë zemër, bë. Duhet blem dhe makinë pastaj. Wow. So anfassen tut sich schon Ich gut. glaube, das kann man aber auch verlängern für dich vielleicht, dass du ja größer bist. Wir wissen nicht wie, aber vielleicht sieht ja das Ding. Ah, okay. Shiko, kjo këtu është një rrugë për të provuar, me dru, me plaka, me gura. Provon karrocën. Dhe kjo këtu është një karrocë që na pëlqeu, shumë e thjeshtë, shikoj edhe me një dorë. Tash nuk ka bebi brenda, po kur t'jetë dhe bebi brenda, dhe ka këtë pjesën e vanës, ka po ashtu pjesën e ulsës, ka një çantë këtu, ka këtë për pjesën e dimrit, që vendos këmbkat, dhe kushton e gjitha 500 euro.
Karocën kemi një preferencë që na pëlqeu shumë. Tani jemi në katin tjetër ku ka për shembull pompa, ku ka gjëra të vogla për babyn për të ngrënë. Oh, baby phone zemë. Po, sa shtrenjt. Ja, du brauchst ja vielleicht nicht unbedingt das Ding von Philips, was keine Ahnung, was alles kann. Jo, një të thjesht na duhet. Kamera, biberona nga firma të ndryshme. Po ne duhet të shikojmë disa review ose të shikojmë disa video, disa informacione, se ne nuk ja kemi idejnë se çfarë bën secila, kështu që vështirë. Die grundsätzliche Frage ist, wollen wir was mit Kamera oder nicht? Po kërkojmë gjëra për baby, ka shumë gjëra të bukura, nuk dim nga t'ja fillojmë. Unë po kërkoja, në fakt, një stol për të ulur edhe që ti jap qi për shembull fëmijës, ose edhe nëse nuk do t'i jap qi, biberoni. Edhe shiko. Naja. Sen mami, spiti mami. Oh, sa mirë që. Sa është? Sa lek është? Nuk e di. Edhe kjo këtu, për ne është e rëndësishme, sepse duam që baby të ullet me ne në tavolinë kur të ham. Edhe kjo është për të parsa lindur, po pastaj kur të rritet, e ja heq këtë sepse është e lëvizshme, ja, kupton? Edhe i vendos një pjesë tjetër që është kur baby rritet, domethënë. Kështu, ç'a kemi më për të parë? Shumë gjëra të bukura. Sa i bukur. Zemë, e ke parë këta? Edhe këto komedinat për ta ndruar babyn duken shumë interesante, po janë shumë të mdaja, unë dua diçka më të vogël. Krevatit, sa dyt, po këto janë kur të rritet. Shikoni sa dhoma të bukura për babet. E gjitha 1090, kjo këtu 1199, dhoma jonë s'ka bërë ka shumë. 1300 kjo këtu. Ne s'kemi vënd dhe po duam ta bëjmë. Vendosëm për karocën. Më pëlqen shumë se unë me Shtefanin jemi shumë cool. Po me thënë, shikojmë diçka, na pëlqen, nuk jemi të komplikuar, uate. Cool. Po ja, 220. Po jo, nuk duam gjëra kaq të ndalikuara. Dhe zgjodhem edhe një karige të lartë që të ulet me ne në tavolinë. Edhe kështu, sot morëm gjërat e para të bebit, karocën edhe vendin për të ulur. Pa tjetër që 500 euro nuk është super lirë, por për ne ishte shumë okej, nuk është super shtrenjtë, janë me të treja pjesët, me një çantë, me çdo gjë, kështu që ishte shumë okej. Mami dhe babi po harxojnë lek për ty, kështu që bëju djali mirë. Shikoni. Hello baby. Tani t'ja tregoj çmimin e kësaj, sa e ka kjo. 12 euro për këtë. As gjysmë metër copë nuk është harxuar. Gjithsesi gjërat janë shumë të mira. Ne nuk kemi dalë për rroba sot, me thënë drejtën, kështu që nuk do përqendrohemi këtu. Tani po presim te kasa që të na sjellin të dyja gjërat. Edhe ikim, se u lodhëm pak. Nice, pas ka dhe gjëra për mama këtu. Edhe kjo këtu, që më mirë që janë kapur një.
Ta qizë më të bukra që të hy në balë. E të bëjt tis. Baby, shiko, sa cute. Dhe të musha maje që mos t'i lagi robot. Hade den Restaurant im Auto? Sehr gut. Ich kann das öffnen, wenn du möchtest. Çfarë do bësh tani? Çfarë do bësh? Çfarë do bësh? Also was du jetzt machst? Ja. Und du të hanje currywurst me në rindswurst. Ja, shiko ku jemi. Lekker. Sot kemi ditën ku do ta teprojmë, por nuk më intereson se jam shumë e lumtur që kam bler karrocën. Stefani nuk harxoi shumë lek, po unë. Sa po kthyem në shtëpi, do ja tregojmë karrocën kur ta spaketoj me testolin e fëmijës, patjetër në vitet në vazhdim. Doja t'ju tregoja që në momentin që blevëm diçka tek Baby One, na dhan edhe një paketë. Që është paketa e mirë se ardhjes të fëmijës që duhet jenë në base gjërat më esenciale për një fëmijë dhe na dhan dhe këtë qeskën që është për karrocën, duke qenë se blevëm karrocë. Okej. Base për të pastruar karrocën, fiks. Shiko. Një çaj thon jak edhe një për të pastruar në base diçka. Dhe jam shumë kurioze ta di se çfarë ka në koti. Okej, nuk përse pas ka shumë gjëra. Pas ka një libër me revistën e Baby One, ndoshta që kanë qafë produkte. Ka të dhëna mbi këto kartat me ullje që mund të gjesh te dyqani. Ka pastaj të dhëna disa, për shembull, trimestri parë, çfarë duhet të blesh, trimestri dytë, çfarë duhet të blesh, se janë produktet must që duhet të jenë patjetër. Ka një letrat e lagura. Shërbeta. Fal çorapka, të vogla, që kanë lodhur. Ka një për fëmijë kështu si tip për të ngrënë me banane kiwi dhe darkë. Qashka, janë pec për gjithë dhënje, që ta nqitesh aty e mos të kulloj. Një shampo për beba. Edhe qashka. Okej. Të mbash kujtimet, për shembull. Unë jam aty, foto. Disa foto që duhet t'i bësh. Unë jam një muaj. Hera ime e parë që qesh. Hera e parë që fle gjithë natën. Unë tani mund të kthehem. Unë tani mund të ulem. Do me thënë ide se kur duhet t'a bësh patjetër një foto. Kjo që në ka. Tani do qetësojmë pak se unë lodha. Kemi 3 orë rrugëve. E të shikojmë çfarë do bëjmë nga mbasditja. Unë do bëj gati edhe rrobat, sepse do nisem me Sarën në pushime në Francë. Do bëjmë një fundjavë shumë të gjatë bashkë, mezi po pres. Dhe kështu. Jam shumë e lumtur që blevëm 2 gjëra shumë kryesore, sidomos karrocën e bebit. Tani krevatin, një krevat që do ta vendosim te krevati jonë, do na japi motra Shtefanit, se ajo i është rritur çunët. Dhe na duhet edhe një krevat tjetër këtu për në dhoma e miqve, dhoma ime, se këtu do ta vendosim krevatin, nuk kemi dhomë tjetër. Kështu. Por, po fillojmë avash të përgatitem. Tani do shikojmë ndonjë film, do unë përgatita këtë ujin me nene gjik. Me mince, me mente, më fal, edhe me portokall, edhe e bën më tërheqëse
ujin për të pirë sa më shumë. Si që thash, në shtëpi do bëj gati valixhen sepse do shkojmë në udhëtim me Sarën. Nuk di çfarë të marr, sepse koha do jetë e keqe, edhe gjërat e dimrit nuk më bëjnë më, apo gjërat e ngrohtë. Gjithsesi po përpiqem. Okej, koha thot disa ditë do jetë ftohtë, po disa ditë do jetë mirë. Duke qenë se ne po shkojmë në një vend që ka plazhe shumë të bukura, ne mbase do shkojmë aty në plazh, edhe po të jetë pak ftohtë, do ulemi në peshqir, do ulemi mbase me triko, kështu që un po i marr një herë 2 peshqira me vete, ne do shkojmë me makinë, unë dhe Sara do shkojmë në Francë, do shkojmë me makinë, kështu që makina mund të mbaj, kështu që po i marr një herë me vete. Pastaj mora çdo gjë të mundur që më bën akoma. Edhe janë këto pantallonat lino, shqyr zotit, më bëjnë të gjitha akoma. Dhe do marr këto të zezat, do marr këto të bardhat, që janë të preferuarat. Dhe do marr edhe këto bezhat. Që kemi 3 palë pantallona. Okej, i futem një këto. Tani, për të dalur një herë që të ham diçka në darkë, ku do dalim, po marr këto kostumin e zi dhe këto pantallonat më bëjnë të gjëra, deri në fund të këmbëve, është një kostum që ma ka bler mami. Edhe kemi dhe xhaketën, që xhaketën mund ta veshëm edhe me gjëra të tjera. Okej, ja ku është. Dhe besoj që këtë veshje do ta vesh me diçka tani të bukur, por se në darkë do dalim, ja do ta vesh me një kështu korset. Edhe kjo më bën akoma. Kështu që sikur t'i llogarisin po dita e parë, dëgjoni. Një sekond. Ditën e parë ne do shkojmë të premten nuk është se do bëjmë ndonjë gjë, mbase vetëm në darkë për të ngrënë diçka, kështu që për në darkë un po marr do vesh këtë fustankën me një xhaketë, edhe kjo më bën me një palgeta, edhe me një palë këpucka të bukura që do shikoj më vonë, kështu që i ku dita e parë. Dita e dytë në mëngjes. Okej. Po marr pantallonat e bardha dhe me çfarë do t'i vesh? Pantallonat e bardha do t'i vesh me këtë këmishën e shkurtër, se pantallonat do i ngre deri lart, se ndryshe nuk më bën. Okej. Dhe pastaj do vesh edhe ndonjë xhaketë sipër, po që ftohtë edhe ja u zgjidh. Pastaj kam marr edhe funde, sepse besoj që do duen. Kam marr këtë fundin e bardh. Edhe mendoj që mund ta vesh me një triko. Shikoni, këtë trikon po ashtu që vjen si e bardh, si bezh, është shumë e bukur. Kështu që po e marr e po e vendos bashk. Me body, me atë jumpsuitin, mund të vesh këtë këmishën edhe çizmat. Sa cute, I like it. Gjërat e tjera pastaj janë bluza kështu të shkurtra, triko, në rast se mund të më duan, sepse është ftohtë apo sepse është ngrohtë. Dhe mendoj që kaq do marr. Do marr vetëm gjëra tani për t'u lyer. Edhe besoj që jemi shumë në rregull, se më shumë nuk ja vlen. Unë e di që shumë pak nga këto do vesh që kam marr. Pas kësaj do ha me Stefanin, unë kam gatuar dje, por do bëj vetëm një sallatë. E do shikojmë ndonjë film. Do shkoj edhe shpejt në supermarket të blej disa gjëra, disa snacks që t'i kemi për rrugës, disa gjëra për të bërë sanduiç. Kaq, njëherë për njëherë. Pastaj nëse bëj diçka tjetër do t'ja tregoj.